Pse i ktheva përsëri flokët e zeza? E kam marrë shumë shpesh të pyetje, nuk bë disa muaj tani që i kam kthyer flokët e zeza. Nuk kam numrin 1 ama, kam bërë numrin 3 bashkë me 4-ën, që të jetë një e zezë sa më natyrale. E ndryshova ngjyrën e flokëve sepse më mërzitën flokët e zeza, plus edhe me vetulla që i kisha arsuar shumë dhe flokët që ishin sterë të zeza. Jepja një look pak si shumë të egër, që doja diçka pak më soft. Plus isha kurioze të dija se si do dukesha me ngjyrën time natyrale të flokëve, që është një ngjyrë shumë e hapur se kjo. Më duket se kam numrin 7, me faza të ndryshme, sidomos kur sapo i dyja flokët që i bëja kafe të hapur, që i bëja edhe me një toner të ftohtë, më pëlqente se si dilnin. Ama kur ikte, ngjelte një ngjyrë portokalli dhe mua ngjyrat e ngrohta nuk është se më pëlqejnë vetja. Mendoj se ngjyrat e ftohta më shkojnë më shumë dhe unë ndihem më rehat me ngjyrat e ftohta. Pra, e gjithë ideja që unë të hapja flokët ishte që mos i lyja më çdo muaj. Nga që edhe floku i zi ka shumë diferencë me ngjyrën time natyrale, sa herë më dilte rënja detyrohesha ta lyja flokun një herë në 3 javë. Por nga që më dinin flokët si portokalli, përsëri u detyroja t'i lyja shumë shpesh dhe pati një fazë që kisha diku te 4 ngjyra ose më shumë në flok, sidomos te pjesa e rënjës, që ishte rënja ime, një ngjyrë më e errët, pastaj niste një ngjyrë si portokalli. Me ngjyrën që kam bërë tani, më qëndron shumë gjatë, vetëm rënjën kam bërë këto kohë. Nisa që sapo i hapa, kisha ndërmend të bëja këtë ngjyrën, që është kafe shumë e errët në diell. Dhe tani që e kam bërë, mbasi e provova dhe se si do dukesha me flokë të hapura, jam shumë rehat dhe nuk besoj se do ndryshoj për një kohë shumë të gjatë. Nuk u bë as një vit me flokët e hapura, se as vet nuk se e prisja që do i ktheja të zeza përsëri kaq shpejt pa u bërë viti akoma. Ama diçka që më pëlqen, nga që më janë dekoloruar flokët, më mbajnë ondet shumë. Me bojën e zezë kisha flokët aq të rënda sa nuk kishte shans që ky modeli që po bëj tani për shembull të qëndronte. Mund të qëndronte vetëm një orë ose edhe më pak. Tani kur lyj pjesën e rënjës, e lyj gjithmonë me numrin 3. Kurse pjesën e majave bashkoj treshin me 4-ën dhe më jep një ngjyrë shumë të ëmbël. Është prapë e errët, por nuk është se më tregon të egër. Plus kam hapur edhe vetullat, prandaj më ka dhënë një softer look. Kam hequr tatuazhin që kisha bërë, që më pëlqeu shumë se ishte fiks çfarë po kërkoja për momentin. Por tani që po kërkoj një look pak më soft, tani më ka ikur komplet tatuazhi, është vetëm vetulla ime, vetullat e hapura plus kjo ngjyra kafe shumë e errët, është kafja më e errët. Mendoj që është looku perfekt dhe është fiks çfarë po kërkoj. Por më vjen mirë që dhe provova se si të dukesha me flokë më të hapura. Më pëlqyen për aq sa e kisha, tani jam shumë rehat me të ngjyrën.